أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حمد dhe falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatat dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasuan, pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, ne vazhdojmë me raportet e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe me sjelljet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku sot do të flasim për diçka që nuk ka njeri në jetën e vet që se ka nikoj shi. Edhe do të flasim për raportet dhe sjelljet e pejgamberit alayhi salatu wasalam me kojshit e vet. Edhe realisht kur do të folim hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kena me pa se sa jena të mangët në sjellje, do të thonë me kojshit e tonë. Kena me pa sa kena gabime në sjellje me kojshit e tonë. Edhe mendoj që kjo ligjërat, nëse na prek dikon, duhet detyrimisht mi marr hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe mi shtim punë në jetën tonë. E jo më ndëgju si hadith, edhe me thonë, ka thonë Resulullahi alayhi salatu wasalam, edhe ai ka punu çështu sa ja ka pejgamber. Gabim është me mendu se veç ai ka qenë pejgamber. Ai ka qenë njëri, sikur që jam unë edhe ti njëri. Do të thonë, ai ka qenë pejgamberi i Zotit se ka pasur shpallje, po veprat që i ka bëu, sjelljet që i ka bëu, i ka patën në parim, do të thonë, bazë me sunetin e vet, edhe me fjalët e Allahut Azza wa Jall që u kanë shpall vazhdimisht. Për këtë arsye, kena e pa se çysh ka qenë sjellja e pejgamberit alayhi salatu wasalam me kojshijen e parë, me kojshijen e dytë edhe me kojshit që ne gabojna, mendojna se vetë 2-3 kojshi kena në kojshi. Sa, do të thonë, shtëpia nga shtëpias tane konsiderohen kojshi sipas dinit të Allahut Azza wa Jall. E para, dashur vëllezër besimtar, jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam është e mbushtë, kështu e mbushtë është për plot, do të thonë me plot shembull çysh i mirë trajtonte kojshit e vet. Do të thonë kishte urdhra të plot për Allahut Azza wa Jall se si mu kujdes me kojshit e vet, edhe pastaj kishte urdhra pejgamberi alayhi salatu wasalam se çysh me ul shikimin karshi grave të kojshive, se ne këto nuk i zajna që janë diçka, do të thonë ne nuk i zajna do gjunahe se janë gjunahe. E kena përsëritur 2-3 ligjërata, edhe kena me pa se gjunahi me kojshiun nuk është i barabartë me gjunahin me dikan që nuk i kojshi. Do të thonë ka vlerë shumë më të rëndë te Allahu Azza wa Jall gjunahi me kojshiun tan se sa me dikan që nuk është kojshia jot. E dashur vëllezër besimtar, transmeton Aisha radhiyallahu anha se Jibril Emini alayhi salatu wasalam e theksoi, para mendoj ka theksuar sikur ti kur e thekson ndaj punë të madhe, e theksoi rëndësinë e kujna e kojshies, fqinjet në këtë rast, deri në atë mos sa pejgamberi alayhi salatu wasalam menojke se trashëgimin kur të vdek shtil i mjalon edhe kojshies. Do të thonë çast afër e konsiderojke, do të thonë Jibril Emini duke ia shpall pejgamberit alayhi salatu wasalam për kojshillokun, sa mendoi pejgamberi se kur des një pjesë pasurisë time ka marrë edhe kojshia. Do të thonë shumë rëndësi të madhe i ka dhënë Jibril Emini alayhi salatu wasalam. E tash Allah Azza wa Jall para mendone në çfarë ajeti kuranor dhe në çfarë rënditje Allah Azza wa Jall e ka rënditën respektin për kojshien. Edhe këshirën e çuçi ka dhënë Allah Azza wa Jall kojshien e afërt edhe kojshien e lartë. Allah Azza wa Jall thot në Kur'an: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa jari dhil qurba wa jari al junubi." Do të thonë, Allah Azza wa Jall thot, adhuroni Allahun edhe mos i bani shirk atij. Do të thonë, kjo është urdhri i parë. Pastaj thot, të jeni bamirës me kanë me prindërit e juve. Pastaj thot me të afër. Pastaj me jetimat. Pastaj thot me kanë me fqinjin e afërt edhe me fqinjin e largët. Një dietar Es-Sidi e komenton që ketë, do të thonë, kojshia i afërt, pse Allah Azza wa Jall ka bë dallim kojshia i afërt, kojshia i lartë. Kush konsiderohet kojshia i afërt dhe kojshia i lartë? Në këtë rast ky dietar thot, kojshia i afërt, do të thonë i ka dy drejtat e tij. E ka drejtën e kojshies, që çdo kojshi e ka, edhe e ka drejtën e kujna të afërmit. Kanë kiti të afërm. A e mendon se kojshin e kit të afërm, aty hime kojshin as selam nuk jep. Do të thonë, çaj kojshi që është e para derë, dyta derë të tij, çaj kojshi të bëhet si familje. Do të thonë, Allah i po drejtohet se që këtë kojshin e parë dhe dytin të me këshirë si familje, e jo si veç një kategori e kojshillokut. Do të thonë, që kjo është komentimi i parë, ndërsa për kojshiun e largët është që janë pak më larg me shtëpia, ama aty ki kojshie nuk e konsideron si të afërm. E pastaj kena me zbërthy këtë i afërmi edhe i larmi për me pa këtë botë kuptimin se Allah Azza wa Jall sa i ka dhënë vlerë kujna fqinjit që ti non stop ballafaqohesh. Nuk ki shanca teorike me kojshien tan, me fqinjin tan, më shumë takohesh se me familjarin tan.
Se me kojshien që ati ditë për ditë, ka përcen, dashte, kime pa kojshien. Për këtë arsye i ka dhënë rëndësi të veçantë. Kush? Allahu Azza wa Jall. Edhe Resulullah alayhi sallam për me kuptuar në drejtë se nuk lip me qenë ti me kojshien si shejtani me shejtanin. Nuk lip me qenë me kojshien si dushmani me dushmanin. Po lip me qenë me kojshien sikur njëri i familjes tane që kështu me çu mas mirti. E dashur vëllezër besimtar. Do të thonë fjalia, do të thonë që e than fqinj i largët, disa dietar e komentojnë se Allah Azza wa Jalla ka për, do të thonë për qëllim se kojshia i largët i bie ai që është mbas 40 shtëpiave. Do të thonë jo i para dyrit aty rreth aty kojshi i largët, po mbas 40 shtëpiave, se transmeton pejgamberi alayhis salam që kena më shpjeguar këtë hadithin që sa kojshi i kin djathtë të majt, 40 ka ky drejtim, ka thonë 40 ka ky drejtim edhe 40 ka ky drejtim. Katë kish udh ka 40 shtëpia që të i ki kojshi. Ne zojna dirë të qoshim ma hallos kojshi. Ma sushit ma hallos nuk e zojna kërë nga që i kina kojshi. Do më thonë, jo me i hallos tjetër është ta. Jo më në qaja kojshia jotë. Do më thonë, pejgamberi alayhis salam e ka dhonë një rënditje se qysh konsiderohet kojshia në dinin Allahut Azza wa Jall. Normal, këtu ka diskutim. Kjo nuk është me vendim të prerë, 40 kojshi. Dietarët e komentojnë se do njëherë kojshilloku matët me zakonin e venit. Për shembull tene zakoni i venit njihet që pak më ngushtë, nuk është çash lart kojshilloku. Ama nëse do me ditë se çysh i ka trajtu, edhe çysh i ka konsideruar pejgamberi alayhis salam kojshit e vet, lip me pa nëpërmjet këtij hadithi se 40 shtëpia Resulullah alayhis salam nga çdo drejtim i ka konsideruar kojshi. Andaj dashur vëllezër besimtar, kojshia duhet më u trajtu me disa vepra. Për shembull, punën e parë që lip me trajtu ti me kojshien tanë është që lip mi thon fjalë të mira. Do të thonë, punën e parë që Allah Azza wa Jall ta kërkon prej teje me kojshien është që me fol fjalë të mira, e dyta është vepra të mira, e treta është duke i ofruar dhurata. Nuk e di kush prej neve jep kojshies dhuratë. Kjo është një marifet shumë i rëndë. Pejgamberi alayhis salam kena me tregu se sa dhurata i ka dhënë mes kojshive, e katërta është sadakaja, edhe e pesta te çikjo bina ket. Duke mos e dëmtu kojshien. Ne më duket e kena liç që me dëmtu kojshien. Ne më duket e kena borxh me dëmtu kojshien. Do të thonë këto 5 pika janë parim që shka lip mi bot ti kojshies. E pesta është që mos mja bo, 4 tjerat është mja bo kojshies. E dashur vëllezër besimtar. Kanë kishte kojshi pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam i kishte kojshit më të afërt, kina me një 4 prej atyve. I pari është Ebu Ejub el-Ansariu, i dyti është Sa'd ibn Ubejde, i treti është Abdullah ibn Amri, edhe i katërti është Asad ibn Zurare. Do të thonë që to kanë qenë 4 kojshit më të afërt pejgamberit alayhis salam. Unë sa e di, kojshies, do të thonë që ina ne matrit po foli gjeneratër matre. Do të thonë ti jeton shtëpinë tane, ti nuk e di kojshia i pari, dyti, treti që ka emrin. Dvet di kanë për mahallën tane, për lagjën tane, ti kojshies nuk e di emrin. Kjo është mare. Pejgamberi alayhis salam jo që u di ke emrat, jo që u di ke gjendjen, jo që u di ke aspektin financiar, jo u di ke edhe detajet. A di pse u di ke detajet? Jo më interesu se çka ka në shtëpinë e huaj, po më ia di detajet se nëse i do diçka për më ndihmu këtë rast. Në emrat saudina, kjo është sfidë që ti si besimtar lip mi a dit kojshive të çdo njanit emrin. Do të thonë, sidomos lagjës tane, mi a dit emrin, paka shumë se ku punojnë, paka shumë se çysh veprojnë, për me dit qartë se pejgamberi alayhis salam ka qenë i mirënjohur me kojshit e tij. E dashur vëllezër besimtar, transmeton Ummu Seleme se ensarët, do të thonë banorët e Medinës, Muhamedit alayhis salam shpesh herë i jepnin dhurata. Ktu është një mësim që mujna me nxjerr çdo njani prej neve. Dashur vëllezër besimtar, çfarë dhurata ditë sodit ne jap na kojshies ton? A di çfarë dhurata jap na kojshies ton? Do të thonë ditë sodit. Dhuratën më të mirë ne jap na kojshies ton, bërllogin para derës. Do të thonë dhuratën më të mirë që jap na kojshies ton është ja zajna me kerin ton, ja zajna edhe dera për ose me ujt me hinder. Do të thonë që si dhurata ne jap na kojshies ton. Por kjo është realitet fatkeq që vjen marrë me përmend, po që kjo është realiteti që na ndodh neve. Do të thonë kojshia jot momentalisht ty edhe mu, edhe unë ja baj, edhe kojshia ban që ne bërllogin para derë ja lajna. Do të thonë ja lajna atë që ti nxjerr pi shtëpie, vensa me laj që ti te dera jote, ti e çet te dera kojshies. Që kjo është ajo dhurata kundërthënie e kujna e Resulullahit alayhis salam. E dashur vëllezër besimtar, transmeton Aisha radhiyallahu anha se Muhamedi alayhis salam kishte fqin nga ensarët, e ato kishin do kafsh që bëjshin tamël. Për shembull kishin lob dele, në këtë rast edhe kafsh që kishin tamël, mirshin pe tamlit, hedije e thjesht, do të thonë që ti duket pak mi dhon dikujt tamël, i jepshin pejgamberit alayhis salam tamël, pikë pejgamberi alayhis salam tamël edhe i jep edhe familjes vet. A di çka i bie çikim sim? Ti nëse punon pazar, për shembull, punon treg, punon pazar, edhe punon me pemë perime.
Kur I kiçu në herë kojshijës tanë ti mi aqu për shembull një kile, do të thonë 1 kilogram mi aqu e prej perimëve apo pemëve që e kiti në tezgën tane, ose punon duçangji, shet tesha, kur ja ki bohe fëmijës kojshijës një partesha hedije. Do të thonë me çat që ti punon, ensar banorët e Medinës me çat që punoshin I jepshin hedije pejgamberit alayhis salam. Ti si besimtar, ti si që punon ditë për ditë, shka I ki pru në herë Resulullah, do të thonë shka I ki pru në herë kojshijës tanë, duke e pasqyru sunetin e pejgamberit alayhis salam. Do të thonë, kjo është ai balansi që e mojna ne, që li me kuptu nëse detyrimisht me kojshije ne li me bohedije. Detyrimisht se me qatë hy del non stop, qatë hy ajtë qetë qka bone, tek bone, si kalove, si s'kalove, edhe kina mi tregu pikat rreth e rotull se shka lip me vepru kojshija me kojshijet, edhe shka s'lip me vepru kojshija me kojshijet. E dashur vëllezër besimtar. Pejgamberi alayhis salam të kundërtën e kitë saj shka e thamë e kishte në Mekë. Për shembull, pejgamberi alayhis salam 4 kojshit që janë njefë më të afërt e kishte në Medinë. Ndërsa tash do të flasna për kojshit e pejgamberit alayhis salam në Mekë. Kojshit e Resulullahit alayhis salam në Mekë nuk ishin shejtana, po ishin përmi shejtana. Kojshit e pejgamberit alayhis salam nuk e dëmtojshin veç me fjalë, e dëmtojshin edhe me qasi vepra, që neve me na I boq ato vepra, vallaj ne e bojna belajën shumë madhe. Resulullahin alayhis salam transmetohet, për shembull kanë ka pat kojshie, ka pat Ebu Lehebin, Hakam ibn el-Asin, do të thonë Adi el-Hamra, ka pat pejgamberi alayhis salam do mushrik që ja kanë dash, jo vetë skeçi, po ato kanë dash me myt pejgamberin alayhis salam. E Ibn Hisham I thot, një ditë pejgamberi alayhis salam ishte duke fal namaz. Që këtë hadith, kur e ndëgjon, edhe e keni ndëgju, kur pejgamberit alayhis salam ato brendësin, atë papastërtin e kafshve, deleve që e kanë pat, ja kanë marrë dhe ja kanë gjujt përmi kryje, dirisa ka qenë përmi qafën e vetë, në shpinën e vetë, dirisa ka qenë sejdë. Para me ndoje, me ardhi kush ti në gjami, me ti gjujt që shto, do adhon, situate hatashme për pejgamberin alayhis salam, edhe realisht ndjesh me I nënçmum, dikush ti me të nënçmu, si kojshit ti ndjesh I nënçmum. Resulullah alayhis salam mas ja gjujtën, do thonë brendësin e kafshve, shkoi Resulullah alayhis salam edhe ju shkoi te dera shtëpisë, edhe I tha, o bita Abdul Menafit, çfarë kojshilloku a që ki? Do thonë, çfarë kojshi jeti me mu, çfarë shini jeti me mu që edhe zort e kafshve deleve vjen mi gjun fleçtinën e deleve ti vjen ma gjun nuk krije. Do thonë, zullumi I madh është kjo, e dashur vëllezër besimtar. Çfarë kojshilloku, çfarë fqinësie është ai kojshillak që ti nuk mundesh me nejt rahat pi kojshijes tanë. Çfarë kojshilloku është ai I cili ti nuk mundesh me flet rahat pi poterës që e ban ditë për ditë, natë për natë kojshia jote. Çfarë kojshilloku është ai kojshillak që kojshia ty vjen dëmton ditë për ditë. Çfarë kojshilloku është ai kojshillak që ti nuk mundesh me nejt edhe me dal prej shtëpisë tane tu mendu se kojshia ta ka vënë dëm. Çfarë kojshilloku është ai I cili ti e le kerin për 5 minuta, as nuk ja ki zon dirën, mendon Altani Mubareki ma Allahs se veni që e ka paradere ja ka bu baba vet ose nana vet. Nuk është veni jot që ti e ki paradere, o ti Mubarek, nuk është veni jot. Ai është pronë publike. Prona publike trajtohet për gjithë secilin barabart. Ndoshta ti ki pak ma drejt me lën kerin tan, ama nëse e kalon dikush prej kojshive nga derës tane te shtëpia jote, më paskon çajo e jotja, ti kishe pat pronë, do të thonë pronë private të ajo pjesë, si shtojna ne imoten list. Se kiti imoten list atë vend. Prona publike çdo njanit është. Nuk mundesh ti me shku mja plas gumat e kirit kojshijës pse ta kalonën para dere, do të thonë kerin. Zullum I madh është mja plas gumat kojshijës ose mja prish kerin nëse ta kalon kerin, do të thonë para shtëpisë tane për një natë. Ku e ki sabrin në Allah ti me bo sabër me kojshijen. Do të thonë dikujt mundet me ndjek keq, edhe mu mundet me ndjek keq. Po mundet me ndjek se kur e sheh jetën që ka pasur pejgamberi alayhis salam, edhe këtë kundërtën se çish veprojnë ne, e shohna se ne nuk jemi në vit barabart se çish ka qenë pejgamberi alayhis salam. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, kojshia I keq ta prish harmoninë e jetës. Mundesh me mendu në forma ndryshme se çish prishet harmonia, ama një prej prishmave të harmonive është që kojshia jot kur ty s'le rahat asnjë formë. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam I inkurajonte shokët e vet, edhe familjarët e vet, do të thonë mi respektu drejtat e kojshive. Në haxhin e lam të mirës, Muhamedi alayhis salam e përsëriste shpesh ju këshilloj për kujdes të mirë ndaj fëmijëve. Çat shumë e përsëriti pejgamberi alayhis salam çka fjalën, ju këshilloj mu kanë të mirë me kojshit, sa mendon shokët e vet se këshire mendu shokët e vetë që lip pi pasuris tane mi u lanë edhe kujnë edhe kojshive. Do thonë, qatë shpesh e përsërit ke pejgamberi alayhis salam. E dashur vëllezër besimtar,
Pse përsërit ke shpesh pejgamberi alayhis salatu wasalam kojshies, i mirë me kojshien, i mirë me kojshien. Se këtë bomit këtë me kojshien nëse nuk i marrë nga këshillat e Resulullahit alayhis salatu wasalam. Nuk është bërë letë më ka një mirë me kojshien. Se ti nuk i ki tabiatin e njëtë ndoshta me kojshien tanë. A i ka do të tabiat e tjera, ti do të tabiat e tjera. A i shpjen e vetë, ti shpjen tane, ama te qajo udha bashkoni. E kupton? Kur bashkohesh është arran ti non stop me ka përci kojshien tanë. E për këtë arsye pejgamberi alayhis salatu wasalam e përsëriste këtë këshillën që më na e bën neve me dije se më i miri prej juve është ai i cili është më i mirë me fqinjen e vet. E dashur vëllezër besimtar. Kina me lexu tash një sen interesant. Edhe pse është hadith i pejgamberit alayhis salatu wasalam, po Ata el-Hurusani, një dietar, i ka komentuar çka hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam e ka detajzuar. Edhe ja ka bëu do detaje, që me kuptuar çdo njëri prej neve se çka ki hakti ndaj kojshies. Transmeton Ebu Shurejhi el-Adawi se thot, veshtemi e ndëgjum kur pejgamberi alayhis salatu wasalam tha, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit le ta nderoj kojshiun e tij. Tash Ata el-Hurusani e shpjegon që këtë hadith pak ma, do më thonë detajisht. Kina mi lexu për me mujtën më kanë i sakt në çdo pikë. E para thot, nëse fqini kojshia jot kërkon ndihmoje. Nëse ju li borx, jepni borx. Nëse varfnohet, e shet që do më thonë i ka punë të keq, do më thonë ndihmone. Thot, nëse sëmurët, vizitoje. Kur me e vizitojnë anë kojshia, vetë çka pikë. Kur me e vizitojnë anë kojshia, kur as mu kojshia. Banu me realist që tu, fol me vetën tane që këtë ders, fol. Thuj vetës tane, kur e kam vizitu në kojshien tem, kur e kam smut. Shumë larkë. Thot, nëse i ndodh diçka e mirë përgëzone, te ne kejte kundërta. Neve si të bojë diçka kojshia, ne mendojna automatikisht që neve na e plas zemra. Nëse goditet nga fatkeqësia, ngushllone. Nëse vdes, shkoni në xhenazën e tij. Mos i boni shtëpitë e juaja më të larta se shtëpinë e tij që t'ja bllokoni edhe ajrin, përveç se me lejen e tij. Te ne, ti shpion që tu banesën të bankarshi. Do më thonë, gajle se ka që ta blokon automatikisht i kitë ajrin për me ty brenda shtëpisë tane. Pastaj dashur besimtar thot, mos e lëndoni, këshisa ka shku Islami, veç këre, mos e lëndoni me aromën e ushqimit nëse nuk i jepni atij. Do me thonë, edhe kojshia mos tani edhe erën e ushqimit që a ki bo se nashta mos folakmon. Pastaj vazhdon thot, nëse blini fruta jepni atij. Nëse e bëni këtë, do të thonë, nëse nuk e bëni që bleni fruta edhe nuk jepni atij, thot kur të hini në shtëpi, hini fshehta se kojshia të çe, edhe e fundi thot, mos lejoni që fëmijët e juve me dal duke hangë diçka jashtë, që mos lakmoje fëmia i kojshies që ndoshta s'ka. Valla kur i lexon çto pika, të cillave bina, pashallah, të cila bina, do të thonë, cilën pikën e kena kështu të realizuar këtu në jetën tonë me kojshie. Do të thonë, e sheh që shumë poshtë, do të thonë niveli i ulët në aspekt me raport me kojshien. E dashur vëllezër besimtar. Kina mi shpjegue vesh një 3 pika prej çtyve që i tham. E para është, nëse i ndodh diçka e mirë përgëzone. Te ç'kjo pika, du me thonë nisen. Do kojshi, disa fqin, disa kojshi, kur ti të bot na je mirë, ai bot kishe skani. E di se ka marrë vesh. O pasha Allah, në qaj pari e ka marrë vesh. Ai në botë që se s'ka një se nuk gëzot me suksesin tanë. Ai kur ndodh ti një sukses, valla i plas zemra. Do më thonë, kjo është një pik me kuptu se ai e merr vesh i pari, valla ti shi sigur. Ai ja edhe fansiot, ai të përcjell ti non stop. Ama atina nuk i bëhet qefi, edhe kur ti kallzojsh, për një mea, valla sot pas nani, para mos rrej se muslimani, e kupton. Thonë ti keni i pari, ama s'po do m'ja pranu kojshies tam, pse se po të veri nati, do më thonë, ti li me qenë bja tyve që kur ka ai gëzim ti mi ashtu gëzimin. Jo me qenë kundërta që ai gëzot ti bosh e ti janë neutralizan. Po këtë me kanë më risk, më rive qëti. Do më thonë, a ka moment që shtu këshirët kjo qasje se te ne sot që kjo ndodhë. Do më thonë, te ne ndodhë që ditë për ditë që si problematika në ndodhin që s'bo qivi. Kojshia e ka blejnë do shta një kerti, a e pas e bleja, po ani, hajt për hajrë të koftë. A me blej ti ki qef këtë dunjaj me ta bo për hajrë. Do më thonë, qysh ki qef me trajtoj njerëzit. E dyta që du me diskutu është, mos i bani, atë që e thamë porzit, mos i bani shpite jua më të larta, do më thonë sa kojshia se mja zonë erën, veç nëse të lejon kojshia. Valla që kjo pjesa e shpijave që i ndreqin, për shembull vetini dëshmitar të ankesave që bojnë njerëzit, që shpijen e kiti në gjitë shpijen, do më thonë, aj ty ta ban ta ze me pamje, me dil, me ajr, kiti ze, do më thonë,
Edhe pse e bane shtëpinë e madhe, sa i to t'i boje një 15 kat, që edhe për nipat edhe nipat e nipave me pot banesati. Do më thonë, o altan, bane se nuk ta kalon Allah i kitë ndorën tane për mi edukue një 5 gjenerata mas teje, do më thonë, në aspektin e pasuris. Bane për fmit e tunë muish, ose për vetën tane, selam aleikum, mos u ban zullumqar kar shikoj shijes. Se këtu li me patën, do më thonë, këtu nuk i ka fajt veç kojshia. Këtu i ka fajt e institucione që nuk vin me reagu kur dikush ndrejq për te i normalis. Do më thonë, këtu faj është pak ma i madh. Do më thonë, këtu nuk i veç kojshia, këtu ndërtohet mbi ndërtim. Do më thonë, këtu ti mundesh e kina lagjën hiq ma lartë, kina lagjën për shembull lagjën e pashtrikit, do më thonë që është njëri shtëpinë poshtë banesën e ka e 15 kat, 20 kat tenal, do më thonë ti çuditash ai nuk mundet me marraj xhenem ta bën shtëpinë tane, do më thonë ti shtëpinë që ti ta bën xhenem, automatikisht mos me mujt me dal në oborrin tan. Do më thonë është një problematik e madhe kjo që dashur Allah azza wa jall që herë do kur do të bëj zgjidhje, do më thonë te kjo pikë, çopi institucioneve që janë përgjithëse që marrin rrugë prej kësajna që lipin bukçir ose pjesa tjetër prej atyre të cilët nuk janë ndërgjegjshëm ka shikojshive, do më thonë vet. E treta është mos blini fruta, do më thonë edhe këtë pikë po do më shpjegue, ky çfarë moralit mëson Islami. Edhe nëse blin fruta, do më thonë jepi kojshies tan. Sot marak njerëzit me nxjerr në status në WhatsApp u kënaqshëm. U kënaqshëm me telefonin. Nuk jetu kënaqshi për veten tane. Do më thonë, mos u bën për atyre që i çon njerëzit me lakmue, ta ajo shka blenti ose ta ajo shka hati. Po u kënaqe, haje kafja, pan mu pi pa unë nxjerr fotografia, pan. Do thonë, a është e lejushme kafën me pi pa unë nxjerr fotografi. Sot njerëzit janë bo fiksim, e ban fotën edhe se pi kafën. Do më thonë, mos u knaq për njerëzit, knaqu për vetën tane, edhe mundoju që lakmien, që mundet me mbjell dikush, kur ta këshyren telefon, e këshyr, valla u knaq, edhe unë isha knaq, mos i mbjell me njerëzve lakmi. Do më thonë, leve knaqu vetë, sidomos nëse ki njerëz fukara, që ta kanë numrin e ta kanë profilin tanë, e që ta këshirin, mos posto ushqime. Mos posto ushqime se kjo është ndalume. Mos e ban palën tjetër mundi keq kur të shet ti me lukset mëdhoja. Knaqu vetë, elhamdulillah, s'ka nevojë më knaqë edhe telefoni me ty, se ki nuk kanë djenja për me ditë se ti ai tu knaqë si tu knaqë. Për këtë arsye dashur besimtar, knaqu, po mos i publiko shumë senët se mundet me lakmu edhe kojshia jot. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam e mohon para mendo që ky hadith. Valla tash ne folëm vetëm në aspektin e kritikës. Kur e lexon çdo hadithet pejgamberit alayhis salatu wasalam, nuk e di inshallah Allah azza wa jall nuk na ban prej çtyve haditheve që më na ka pruar çdo hadithet e pejgamberit alayhis salatu wasalam neve. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, transmeton Ebu Shurejh se Muhamedi alayhis salatu wasalam tha: Pasha Allahun e përsëriti 3 herë. Edhe u çudit pejgamberi, do të thonë ky transmetuesi u çudit se pse pejgamberi alayhis salatu wasalam po ban 3 herë beje. Masane vazhdon e pyetën tha, pse po bën beje që 3 herë ja Rasulullah? Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, ai fqin, ai kojshi i cilit s'është i sigurt nga e keqja e tij. Këshirne, pejgamberi alayhis salatu wasalam 3 herë bën beje prej ti si kojshi që kojshia tjetër nuk është rahat pi dorastane edhe pi zullumit tan. Pashallah, e menon çtu se mundesh me hije edhe unë edhe ti te çka hadith. A ne e shoh në këtë hadithin për dikant tjetër. Do të thonë, nalu analizojmë veten tonë dhe këshire, a mos val jam edhe unë edhe ty, do të thonë pjesë e çiti hadithit që pejgamberi alayhis salatu wasalam 3 herë ban beje që mundet me të mohu edhe besimi jot, imani jot, pse se ti non stop i ban zullum kojshies tan. E dashur vëllezër besimtar, kur e kanë transmetuar, do të thonë çka hadith e kanë shpjeguar në disa forma. Për shembull thot, nëse kojshia jot nuk është rahat prej teje, pasha Allahin kime pat përgjithësi para Allahit azza wa jall. Pasha madhrin e Allahut kime pat përgjithësi para Allahut azza wa jall. Nuk mundesh me dëmtu kojshien tan vetë se Allah azza wa jall ka me marr hak prej teje në ditën e gjykimit. Do të thonë, kuptoje se Allah azza wa jall ka me marr hak për çat kojshi prej teje që i ki bo zullum, qof në dunja apo qof në ditën e gjykimit. Për këtë arsye, ma kujdes me kojshien. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam, shure hadithi tjetër, hala ma kësnu se ki hadithi i parë. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ku e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot, nuk do të hyjë në xhennet ai fqin i cili nuk është i sigurt nga dëmi i tij. A dojna ne me hyjë në xhennet, a dojna me hyjë në xhennet? Do të thonë, pejgamberi alayhis salatu wasalam tash po kërcënon. Po du me ullë zanin të kërcnimi se vallaj tutna që vetë mës tjenë pjesë e kërcnimit pejgamberit alayhis salam. Do të thonë, nuk është punë e lehtë me të kërcnu Resulullah alayhis salam, ku do thojë nuk kime hynë xhennet, ti i cili nuk ndalesh të i bo zullum kojshies tan. Do të thonë, dashur vëllezër besimtar, na me i bo kojshies zullum, valla më duket e zojna rahat, ti nuk e zojna kur gjo. Për këtë arsye, që ki hadith, pisi dersit, ma është këtë hadith.
Do të thonë veç këtë mojë hadithin edhe shtjen në xhep. Sa herë kur dush mi bë koqëshies tan zullum, veç kujtoje, nuk do të hyjë në xhennet ai i cili, do të thonë ai i cili, pastaj ka shpjegim ky hadith po, ai i cili nuk është rahat, do të thonë koqëshia i vet pi domit ti. Çdo njëri prej neve një herë është anku pi koqëshies. Nuk ka ndonjëri prej neve që nuk ankuë, do të thonë spaku një herë pi koqëshies. Andaj kujdes se çdo njëri është koqëshi. Unë jam koqëshi i dikujt. Unë kam koqëshi dikant, do të thonë ky raport është i ndërsjellë me njëri tjetrin. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salatu wasalam tregon se dëmtimi i koqëshiut është çka hadithin që e përmendëm në fillim. Dëmtimi i koqëshiut është më i rëndë se dëmtimi i dikujt tjetër. Për shembull, transmeton Mikdadi se pejgamberi alayhis salatu wasalam ja u ban një pyetje shokëve vet ku i thotë: "Çka mendoni për tradhtim bashkëshortore?" Dhe shokët e vet thonë: "Ja Rasulullah, edhe Allahu, edhe i dërgumi i tij e kanë ndaluar këtë deri në ditën e gjykimit." Pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë: "Tradhtia bashkëshortore është 10 herë më e rëndë, tradhtia bashkëshortore me 10 gra është më pak mëkatuese se sa tradhtia me grujen e koqëshies." Do me thonë, nëse e tradhton koqëshien tanë me grujen e vetë 10 herë është më i madh dënimi se sa me buni tradhtim me dikan që se ki koqëshi. A e kuptoni dashur vëllezër besimtar se 10 herë gjunoi është më i madh koqëshies që ja ban se sa që mundesh me ja bë dikujt tjetër. Ne thojna kërkujt mos i ban, ama pointa është 10 herë gjunoja më i madh me koqëshien se sa me dikan që e ban që atin nga shpijestani me fqinjin tanë. Pastaj vazhdon hadithi. Pastaj vetë pejgamberi alayhis salatu wasalam ku thot: "Çka mendoni për hajnijen, për vjedhjen?" Ato përsëri shokët e vet thanë: "Allahu azza wa jall, edhe i dërgumi i tij e kanë ndalu deri ditën e gjykimit." Pastaj pejgamberi alayhis salatu wasalam thot: "Vjedhja nga 10 shtëpi është më pak mëkatuese se sa vjedhja në shtëpinë e koqëshies." Sot koqëshia arritur të këshirë ti, në momentin që ti kime dalë për shpije, me hy me të vjedh ti brenda, edhe me ta marë pasurin që e kime ti brenda. Dhe më thonë, sot koqëshia bëhet, dhe më thonë, ai autori i hajnijës që të bëhet në shpijen tane. Sot koqëshia të këshirë ti kur kime shku në pushim, që ta kese terenin qelë për me ta vjedh shpijen tane. Dhe më thonë, a lip me kuptu koqëshia se 10 herë maran është mi vjedh koqëshies se sa dikuj tjetër. Hajnia është haram pi haram më të mlojave. Nuk arsyetot në si formë. Nuk ka dikush që mund me thonë hajnia është halal. Nuk ka be argument që mund me thonë besimtarit apo pa besimtarit mi vjedh është halal. Dhe më thonë se kam dëgju se pa besimtarit thonë që mi vjedh është halal. Pa besimtarit nëse i vjedh në ditën e gjykimit, ai nuk ka me talipën ti e sevapin, sa ai është pa iman. Ai ka me talip imanin tanë. Dhe më thonë, mesere e ranë. Për këtë arsye, koqëshies tanë, nëse himi vjetë, ta di se ki boni kërcënim të madhë për vetën tek Allahu azza wa jall. Dhe më thonë, një trajtje e madhe që me marën me shkunat zemrën tonë. Dhe më thonë, ne po folna në këtë aspekt. Çdo gjuna tjetër që e ban të koqëshia, 10 herë ka ma shumë gjuna, se sa që mundesh me jabu dikuj tjetër. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salatu wasalam dëmtimin e koqëshies e bori, dhe më thonë, e bani, dhe më thonë, shkak për me të mallku Allahu azza wa jall. Transmeton Ebu Huraira radiallahu anhu se një njeri shkoi te pejgamberi alayhis salatu wasalam për t'u anku për koqëshinë e vet. Muhamedi alayhis salatu wasalam tha: "Shko dhe banu i durueshëm." Ama ky shkoi në shtëpi boni sabër, 1 herë, 2 herë, 3 herë, edhe shkoi apet te pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha: "Ja Rasulullah, ky nuk është duke u mbushment. Ky non stop atë mbo zullum." E pejgamberi alayhis salatu wasalam ky shka i tha: "Shkon, nxjerri këtë teshat e shtëpisë, këtë orendit, kauça, do të thonë, spall no shaki këtë çiti para shtëpisë. Edhe në moment ki çiti para shtëpisë. Edhe kush vi ke kyri ke para dere. Kush vit ke vet ke, pse ki çiti teshat para shtëpisë?" Thoj ke filani, i biri filanit, atu mbo, qiko ishi jem, atu mbo shumë zullum. Edhe ato e malko ishin, Allah i abof, qështu Allah i abof kështu. Edhe në moment, kur e shekojshia, vjen thot, o kojshia jem, thot, kthe gjithë shka shka ki brenda, se ka mu pendu të Allahu edhe kime pa që une kur gjo mos ka me të bo. Do me thonë një sen, dashur besimtar, disa kojshi s'marin vesh me muhabet. Ti thu 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, nuk merr vesh. Kur nuk merr vesh, korit e kojshien. Korit e sa aje të të korit e dhe sa të të lënë rahat. Do me thonë, pejgamberi alayhis salatu wasalam e mësoj kojshien që është viktim
pikojshias agresor që t'i nxjerrë teshat jashtë, që të bëhet shkaktar, që ta mallkojnë njerëzit, ai të mushet men, që të korritet para njerëzve, që ai të mushet men, që nesër më bëj njëri çet. Do të thonë korrite kojshian ta nëse 100 herë s'merr vesh, korrite thuj vllavien ti si tu marr vesh, unë kam të korrit në forma ndryshme që ta kuptoj se i tu mbu zullum të madh. E dashur vëllezër besimtar, kojshian zullumçar nuk e mallkojnë veç njerëzit. Para se me mallku veç njerëzit, pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, kojshian zullumçar e ka mallku Allah e mase edhe njerëzit. Vallane nuk e dina shka me na mallku Allah. Me të mallku Allah dritë kur mos mundesh me pa një jetë. Nashta ti i këtë mirat e dunjas, ama lezet s'kije. Nashta ti këtë pasurin e dunjas e ki, ama Allah i qënë këtë që të paret e tua, të fmit e tu një lache mi hargju. Dhe më thonë, mos shpallë luft që Allah azze o gjel me të malku. Dhe më thonë, mos i ban luft Allah azze o gjel që malkimi Allah të marrë në byty, e malkimin Allah azze o gjel me ta hup këtë jetën Allah azze o gjel. Për këtë arsye dashur besimtar, ky është ai hadithi i pejgamberit alayhis salatu wasalam. E Muhamedi alayhis salatu wasalam thoshte se si bëjmë vepra të mira, do të thonë se si bëjmë vepra të mirat e adhurimit që i bën dam kujshies. Për shembull, transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se njëri e pyeti pejgamberin alayhis salatu wasalam ku tha, që ky hadith është në dy trajta. Dy trajta kur thojna është fytyra e parë dhe fytyra e dytë. Fytyra e parë hadithit është kjo. Do të thonë e pyet një gruaje pejgamberin, e pyet një njeri pejgamberin alayhis salatu wasalam për një gruaje, ku thot, ja Rasulullah, është një gruaje që fal non stop namaz, do të thonë non stop se le namazin. Thot ban edhe xherim, thot edhe sadaka jep të shumt, ama ajo e dëmton fqinjen e saj me fjalë. Thot çka bëhet me këtë gruaje? Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot ajo është në zjarr. Para mendone, fal, agjeron, sadaka jep, tanat mirat i ban, e vliat duket vetja, ama me kojshien i zullumçar, veç me fjalë, s'po folna me vepra, veç mu ka një keq me kojshien me fjalë, kime qenë zjarr. Fytyra e dytë e hadithit thot, do të thonë pejgamberin alayhis salatu wasalam e pyeti një tjetër, o i dërguari i Allahut, është një grua që fal namaz, ban agjerim, ama sadaka pak jep. Thot, ama kjo gruaje nuk e damton kojshien me fjalë. Nuk e damton kojshien me fjalë. Thot, çka bëhet me këtë gruaje? Thot, ajo është në xhennet. Para mendone, këtu hadithi flet veç me dëmtu kojshien tan me fjalë. Po çka bëhet nëse ti kojshien tan e dëmton me vepra? Çka bëhet? Ku kemi hiti? Do të thonë, kujt e bëu venin tan te Allahu azza wa jall që non stop veprat këqija i bën kojshies. Kujt e bëu venin tan? Do të thonë, dashur vëllezër besimtar, mos e hum çeket. Do të thonë, mos e hum çeket pjesë që duhet, do të thonë, me patën si pikë që mja dhonën një kuptim kësaj ligjeratës pak më ndryshe. Pash Allahin, do të thonë, pash Allahin, a e beson ahiretin sinqerisht? Kështu a e beson ahiretin sinqerisht? A veç muhabet e ki ahiretin? Do të thonë, a e beson që një ditë ka me tonë funi edhe kime pat llogaritë Allahi? A e beson çeket? Ama e besoj me bindje se knaqë të më thonë ti mu po, e vetës thuj po, e besoj se një dit ka me dalë para Allahit edhe ka me thonë një përgjigje Allahit azza wa jall për këtë të punë të mija. Nëse e beson, edhe nëse ki bindje, para mendoje, nëse ki bindje që ka ahiret, vallaj ti nuk i e kojshi i keq. Se me pot bindje që ki me dalë para Allahit, edhe ki me thonë logari, kusha i trim që ka guxim mi dalë Allahit azza wa jall, edhe me pot mu ballafaqu me Allahun azza wa jall për hakin që ju ka hi kojshive, kush është ai trim? Do thonë, a ka dhe një kandidat? A ka dhe një kandidat që thonë dorër, musmanin, edhe i ban, edhe i besoj Allah në zogje që ka me dalë para Allah, edhe i bajt dam kojshjes edhe smanin. A ka dhe një trim? Do thonë, moj e men që ketë se valloj, ai që e beson ditën e gjykimit, edhe e beson që për çdo fjalë, për çdo punë, për çdo shikim, për çdo sen që e ka bu, ka me thonë llogaritë Allah azza wa jall, çaj nuk mundet më konën labil, çaj ka më bo stabil, do thonë njëtën e vetë. E dashur vëllezër besimtar, i mirë me kojshiun, e mirë musliman edhe i mirë me kojshiun jo musliman. Për shembull, ne me musliman si na të mirë me jo musliman. Shkoi Abdullah ibn Amri në shtëpi dhe e gjeti, do të thonë se familjarët e tij e kishin therrë një deve. Dhe ju tha, a i keni dhënë diçka kojshiut ton, shka hebre. Do të thonë hebre, do të thonë Benu Israil. Edhe ato i thanë, do të thonë që si kanë thonë, se do të thonë Abdullah ibn Amri thot, jepni kojshies ten, do të thonë prej devës që e kena prej, se e kam dëgju duke thonë pejgamberin alayhis salatu wasalam, vazhdoi Xhibrili duke më këshillu për kujdes të mirë ndaj fqinjve, sa mendova se do t'i bënte nga trashëgimtarët e mi. Do të thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam, do të thonë kojshit e vet, edhe shokët e vet i ka mësuar që mos me qeni mirë veç me muslimanin, e di se kafeja, edhe me jo muslimanin, se nëse ti me jo muslimanin je i keq, ti bosh pasqyre keq që e pranon Islamin.
Për shembull, nëse ti bëhesh pasqyrë e mirë, Allah i ta ka mundsuar që ti e mukanën para mendorim. Allah i ta ka mundsuar, do të thonë që ti mukanën besimtar i mirë, edhe mukan me koishinin tan i mirë, mundesh të bëhet ti shkak që çaj koishia ajo që nuk është musliman me pranu Islamin dorën tane. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam e konsideronte fqinjen e mirë pjesë, do të thonë plumturisë. Transmeton Nafi ibn Abdullah el-Warith se Muhamedi alayhis salam ka thonë, katër sene, çto katër sene janë shumë të lehta me mojt men. Katër sene e ban njerin që më kanë i lumtur. E para, thot gruaja e drejtë. E dyta, do thonë shtëpia e gjerë, që nuk ki ngushtin shtëpi. E treta, thot fqinji i drejtë, çtu e kena temën te fqinji i drejtë. Edhe e katërta, mjeti i lehtë i udhëtimit. Për shembull, do thonë kur e shet çto katër pika, do thonë gruaja e drejtë, shtëpia e gjan, e treta është fqinji i drejtë, edhe e katërta, do të thonë që e potencum, që është në këtë rast, do të thonë mjeti i udhëtimit i lehtë. E tash kur e merr vesh ti çto katër pika ta sjellë lumturinë. A do me ditë se ku kiti defekt? Këshiri çto katër pika në shtëpinë tane. Cëllën se ki në rregull, përmisoj e ki me arrit lumturinë. Do të thonë, e para, e dyta, e treta, e katërta. Se ki gruin e drejtë, mundoju që ta këshillojsh, që kina marrë ligjëratat më herët. E dyta, nuk e ki për shembull shtëpinë e xhan, Allah azza wa jall bën dua që ta mundsoj me bësh shtëpinë e xhan. E treta, se ki fqinjin e drejtë, mundoju ta këshillojsh fqinjin tan, edhe e katërta, nëse s'ki mjet udhëtimi, Allah azza wa jall ka mundsoft. Çto katër pika bëhen shkak që besimtari me pas lumturi, do të thonë njëtën e vet. Sa më afër dyrëve të shtëpisë, aq më e madhe e drejta e koishijes. Për shembull, e pyeti një ditë Aisha radhiyallahu anha Muhamedit alayhis salam ku i tha, i kam dy koishike, cilës t'i jap në dhurat? Do të thonë i pyeti, i kam, do të thonë dy koishike, cilës t'i jap në dhurat? Pejgamberi alayhis salam tha, epja dhuratën asaj që e ka, do të thonë derën më afër shtëpisë tane. Do të thonë që koishia i parë, i dy që të janë më të afërmit te ti, e Ibn Haxheri thot, urtësia e kësaj është se koishia i afërt shet gjithçka që ka hyrë në shtëpinë tane. Do të thonë koishia e ditë kur i ki kesët plot, e kur i ki kesët shparaz, do të thonë she koishia se çu në shtëpinë tane, për këtë arsye jepja në dhurat kujna, koishies tan, do të thonë që e kije, koishies tan që e kije të afërt. E a disa shtëpia konsiderohen atë që e thon fillim, a disa shtëpia konsiderohen koishillok, do të thonë sipas aspektit të Islam, edhe pse këtu me dhëbët, Shafit, Malikit edhe Hanefit, do të thonë diskutojnë, do të thonë se cili a 40 a më pak a më shumë, do të thonë diskutojnë, mendoj që mendimi e Ebu Hanifës që thot 40 shtëpia, do të thonë duke e marrë transmetimin e pejgamberit alayhis salam që e tham, e drejta e koishijut është 40 shtëpia, këndej dhe këndej tre drejtime, do të thonë me këtë hadith e marr përballë që 40 shtëpia me ty janë koishi. E dashur vëllezër besimtar, definicioni më i mirë që e lexova, tu e përgatit këtë ligjërat për koishillokun, a di cili është? Do të thonë definicioni më i mirë që më ra me kuptu për koishillokun ishte, a di kush është koishia jot? Koishia jot, a di kush është? Çaj i cili namazin e sabaut e falte e njëjta xhami. Do të thonë, ne kanë falë që të shkoj xhamia. Kush falet namazin e sabaut? Çati, do të thonë çati ki koishi, do të thonë tamam koishi. Do të thonë me çka falësh të shkoj xhamia, të xhamia lokale që i në shtëpinë tane. Do të thonë, ti nuk do të thonë që edhe shtëpia ti ke larg, po të çoj xhami shka falësh, çato i ki koishillok te tu. E dashur vëllezër besimtar, disa dietar tash e komentojnë, thonë fqinësia dhe koishilloku matët, kjo i lihet tash në dorë, pala e tretë i lihet në dorë, do të thonë aspektit lokal që sheka, do të thonë tradita dhe zakoni vendet e tona. Te vendet e tona nuk e di realisht se sa i ki koishillok, te ne zona dani dikush më gat, dikush më shumë, varësisht prej njerëzve. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam inkurajonte, do të thonë dhënien, mi dhon diçka fqinve, qoftë edhe pak. Për shembull, transmeton Ebu Hurajra se pejgamberi alayhis salam këshillonte: o ju gra muslimane, mos e përçmoni dhuratën ndaj fqinjit, edhe ajo nëse është thjesht një thundër dele. Këshire. Qëtu, që ky hadithi i qartëson dosene. Për shembull, unë koishies tem ja kam dhënë një telefon hedije. Ja kam dhënë hedije një telefon, do të thonë koishies tem. Koishia jem tash, matët, çka tu më japë mua hedije, sa im ka dhënë telefon tu më japë diçka më shumë, mosumat. Çka e ki, ma thjeshtën, një bardakuj, hiç kur gjë më tepër. Një bardakuj. Bjema, hedije mjafton. Do të thonë, shkëmbeni dhurata me koishien se i forconi lidhje. Do të thonë, mos e kshir çka tu të dhon. Mos e kshir çka tu të dhon. Epi, çka të koft. Epi me një mollë epi hedije, diçka më tepër, një mollë. Çka dush epi, mos ndjehesh i nënçmuar. Do të thonë se ti dhon, ama dhe koishia tu dhon se ti tu më dhon mu telefon, ama ajo tu më dhon një mollë, se çka mundësit, ama atë të dëshmu se atu dash me dhon. Do të thonë, mjafton me dëshmu se ti do mi dhon koishies tan. E për këtë arsye thot pejgamberi alayhis salam i këshillonte gratë muslimane që jepni dhuratat që mos e hupni nivelin. Do të thonë, mos i përçmoni dhuratat që ja jepni njënës tjetrës. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam inkurajonte, do të thonë me ushqim ju dhon koishive. Që tu nuk e di, a ka dikush, a ban me çu dikush dorën, kush jep, do të thonë koishies buk.
Valla nuk e di, kam harrue edhe nuk e di se dikush kojshia si e buk. Do thonë kjo është thonë hub si suneti i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Transmeton Ebu Dharri se Muhamedi alayhis salatu wasalam ka thonë: O Ebu Dharr, nëse pregadit sup me lang, do të thonë mishi, thot shtoj edhe pak ujë edhe ndaje me fqint, do të thonë edhe me kojshit e to. A i thojna se të grave tona, o i gratë tona, shtoni pak e di, ma te për jemek t'jap në kojshive? Ju veç farti. Shumë njerëz janë që kujdes që tu, kina me dhonë një mësim për ketë, edhe pse shehi mu ka tha fiti sot zoti hajre mu. Shumë njerëz janë që kujdes të që kjo pika. Sot ne bojna shumë ushqim. Edhe bojna, kur shkon me blej buk, nuk i blejnë 2 buk sa i don, i blejnë 10 buk, edhe i mesin edhe e fuk bukën, dhe va thonë, kjo është që atuna e hub neve bereqetin ditë për ditë. Para me do pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha shtoje supën, që më ju thonë edhe kojshive, ne blejna buk sot fatkeqësisht. Shkoni be te kontinjerat ku janë, te ato pjesa, këshirni sa buk varan, vallaj, bilaj, kamena e pru Allah, azza wa jall, dënim, si rezultat i mos kujdesjes ton që e gjujna bukën vazhdimisht. Dhe më thonë, kjo është valla një të meri madh. Unë e ku jetoj, po flas hiq ma lartë, te lagja ku jetoj, dhe më thonë, kur kam dal një dit i kam pa, përmi 30 kese me buk të fukta, dhe më thonë, ne kina kriz të edukatës se si lip mu hong buka. Dhe më thonë, ne kina kriz të edukatës se si lip mu kujdes për ushimin. Mos blej shumë, blej pak, sidomos tash në Ramazan. Mos ban pa mas që me fuk ushimin maksimum. Se vallahi ka njerëzit, ka nevojtar për çato parat e tua që i harxhon, për çat luksin e madh që do të thonë mja u dhon çato parë, ato e ka përcjell muajin e Ramazanit. Ka sot vallahi në shkupin ton, ka fukara që nuk ka bukshka me shtru në sofrën e vet. Do të thonë ne jena duke u bë për atyve që më shumë fukna se sa hajna. Do të thonë jena te fuk bukën më shumë se sa jena te e hong. Do të thonë një kujdes dashur vëllezër, mi ja u çu edhe vetes, edhe juve, edhe gravet juve, edhe gruajes teme, edhe çdo kujt që kujdes me ushqimin kur e ban. Ma pak ban, ma mirë met pak unt, ma mirë t'jesh pak unt se sa të bësh çaq bojllëk të madh, sa më shumë jemi ke fukës se sa hat. Do të thonë, për këtë arsye ne kena hupa traditën mi ia dhon kojshies, që mi thon kojshies, o kojshi, mos marro sot ti emek se unë kam tru ti emek, që unë jam të marru, se jam të marru shumë, barëm mos ta haje kontinjeri, le ta haje kojshia. A e kupton? Do të thonë, ta kina një kujdes të madh se pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk e hudh të ushqimin. Po nuk e hudh, ato nuk kishin ndonjëherë dhe me hang le me hudh. Do të thonë, ne sot kina me bojllëk të madh, edhe e lut Allahun që mos na e humbë bereqetin. Ama çishin ato shumë këtë rrugë, ka me na e humbë bereqetin që vallaj kina me kajt me gjet një cop buk masani. Do të thonë, për këtë arsye, dashta Allahi që të vëdisona fillimisht tonë çdo njëri prej juve pastaj. Andaj Allah azza wa jall na udhzoft në këtë pikë. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam e duronte çdo dëmtim të fqinjit. Tash folëm kategorinë që do të thonë këto janë 2 pjesë të fundit që me kuptuar më drejt. Transmeton Ummu Selemeja ndodhsha me pejgamberin alayhis salatu wasalam me një çebe, do të thonë me një çebe me pejgamberin alayhis salatu wasalam, kur e pash hyni një dele, do të thonë te shtëpia jon, një dele e kojshies, edhe mur thot buk prej shtëpisë tonë. Edhe në moment u quaj me Ummu Selemeja, edhe e kapi dele një mur bukën pi gojës. Do të thonë me ashpërsi të madhe. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha, nuk duhesh me marr çka ashpërsisht, oj Ummu Seleme. Do të thonë asnjë dëm prej kojshies nuk merret lehtë. A di shka i bje që kjo fjalia e fundit? Manawiu e komenton që këtë hadith edhe thot, kuptimi kësaj është se çdo formë e dëmtimit që rrjedh nga kojshia, që vjen prej kojshies, ka me marr një dënim, do të thonë, sa do i vogël më kon dëmtimi që ta ban, ka me marr një dënim të madh prej Allahut. Do të thonë, mëkat i madh sa do pak që e dëmton kojshien. Për shembull, kjo vlen për ata të cilët jetojnë banesa. Ti për shembull i je nalt, edhe te banjo jote i rrjedh poshtë ujë kojshies tan. Edhe ti nëse nuk ja kompenzon dëmin kojshies, kime po gjuna të madh të Allahut. Do të thonë, po folna për dëmtime, jo që bëhet dëmtime më të mëdha, këto janë dëmtime të vogla. Po mos dash Allahi me dëmtun moral, me dëmtun der. Çish paguhet kjo? Dini ç'paguhet? Paguhet veç Allahu azza wa jalla. Do të thonë, nuk mundna me tregu ne se çish mundu të paguajtën dëmit që mundesh me apo kojshies tan. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam e bëri mendimin e kojshiut matje për veprat e tona. Këshire, subhanallahu, që kjo është ndoshta pika më e kyçe dhe më interesante të kësaj ligjëratës. Transmeton Abdullah ibn Mesudi se një njeri shkoi te pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe tha, e pyeti realisht pejgamberin alayhis salatu wasalam, si mund ta di nëse jam të vepruar mirë a keq?
Si mund ta di, ajo më të vepru mira keq. Muhamedi alayhi salatu wasalam tha, nëse e dëgjon koishiun duke thonë se ke vepru mirë, ta di se ki vepru mirë. Nëse e dëgjon koishiun duke thonë se ki vepru keq, vallaj nuk i tu vepru mirë, i tu vepru keq. E dashur vëllezër besimtar. S'munët me ketë koishit ti me ta pati nati. Nuk munët ketë koishit mu bashku që ty me të shoh. Nuk munët veç ti i miri mu kanë ketë koishit e këqi mu kanë. Nuk ka shanca teorike mu mujt mu bashku krejt koishit e këqi e veç ti mu bareki dunjas. Nuk mund është më ka një mirë me këtë dunjan e me këtë mahallën tani më ka një keq. S'munët, që kjo ban 2 + 2 bojnë 4, që tu 2 + 2 bojnë 0. Domethënë, kjo është e barabart me 0. Nëse ti i e mirë me këtë dunjan, me detyrim ki më ka një mirë dhe me koishien tanë. Ama nëse ti i e i keq me njerëzit, domethënë mahallës tane, koishit e tu, shanca teorike s'ka më ka me njerëz të tjeri mirë. Mund është më ka një mirë vetë sipërfaqësisht. Bosh munafik, edhe lunur lojën e munafikit, disa sa të kuptoj njerëz si jenë njeri keq. Domethënë, nuk mundën më bë këtë mahalla, këtë lagja, këtë qyteti bashk, me thonë që ti je njeri keq, e ti me menu se je njeri mirë. Pejgamberi Allahut po thotë se nëse koishit e shohin se ti ki vepru mirë, edhe i nin fjalët e veta të thonë se ç'ki koishia ka vepru mirë, ta di se ti ki vepru mirë. Edhe e kundërta, nëse këtë koishit thonë se i tu punu keq, edhe domethënë ina të pasë, domethënë e ki boni vepër të keqe, edhe i tu pasë punësh e ki bo keq, ta di se ç'e punë është e keqe. Dhe thonë këshim me pejgamberi alayhi salatu wasalam mendimin e koishive e ka boe, domethënë e ka bo që mu kuptu veprat e tua se a janë të pranu të Allahu azza wa jall. Dhe se nuk ta kanë njerëzit këti nati, mos meno se këtë dunjaja me ti mirët. Mos meno se ti e këtë ajo qendra e vëmendjes për këtë dunjajën. Jo valla, sina asnjani qendra e vëmendjes për këtë dunjajën. Qendra e vëmendjes për këtë dunjajën është Allahu azza wa jall dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Këtë të nejna relative. Një kohë jeti mas nesër tjetri, kalon çdo njani e merr domethënë me një kohë caktuar me vëmendjen, mas mundesh të majt tan kohën vëmendjen. E dashur vëllezër besimtar, nuk duhet penguar fqinjin nga ajo që i bën dobi. Edhe me çket inshallah e përfundoj me fqinjin pasi që ka shumë hadithe tjera që transmeton prej pejgamberit alayhi salatu wasalam në raport me koishit e vet. Transmeton Ebu Hurajra se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thonë: nëse ndonjanit prej jush i kërkohet leje që fqinji ta vendose një cop druri në murr, thot mos ta ndaloj atë. A di çka i bie kjo? E ki murrin bashkë me koishien tan, murrin e shtëpisë e ki me koishien tan. Edhe koishia po do me vnu diçka në murrin e vet, ama ti s'ban dëm. Mos e nal. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam po thot, nëse kërkon që me vnu diçka, do të thonë tash atëherë kanë qenë ndryshe shtëpiat. Do thonë po folna për kohën tonë. Nëse muri jot kështu, ama edhe muri jot e don shtëpinë më. Edhe ai do me vnu diçka, me varr diçka, me zbukuru diçka, edhe ti thua mos pa prek se mori jem është ki. Do thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot mos e ndaloni. Po nuk është kimi lloj haramit, do thonë haram, që kuptojnë në haram. Po kjo është varësisht se njeri a do as do. Do thonë mundet me zgjedh njeri, ama nëse do me qenë praktikuesi sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, mos e ndalo. E dashur vëllezër besimtar, si shkollë e fundit është o musliman, mos krijoni probleme, do të thonë aty ku s'ka probleme. O ti koishi, mos krijo probleme, do të thonë çati ku s'ka. Për shembull, një send vogël kaloje malet, mos e bën shumë të madhe me koishien. Do të thonë, një kujdes më të trajtuar, më të veçantë, më të mirësjellë, që ka pasur pejgamberi alayhi salatu wasallam me koishit e vet, ta bojnë edhe ne inshallah me njëri tjetrin mahall, edhe me këtë lut Allahu azza wa jall që fillimisht mua si koishit çdo njëri për juve kështu, tu permisoje pastaj edhe juve me njëri tjetrin